Shikues dashur, tashmë po besoj që e keni kuptuar që çdo muaj do të jetë muaji i një shteti. Po udhtojmë me pasion e profesion ku po vizitojmë shumë restorante të shqiptarëve në për Europë. Edhe kësaj rate ka vendin Berlini pra. Jemi këtu tek kisha Kaiser Wilhelm, e cila është një kishë e cila është bombarduar gjatë luftës së dytë botërore, pra është ndërtuar në vitin 1895, por e cila u bombardua në vitin 1943 dhe nuk është rindërtuar më. Pra në vend që të rindërtohej, këta kanë vendosur të ta lënë kështu si një monument kujtese, sepse kjo tashmë simbolizon një monument të paqes, por gjithashtu është një nga atraksionet më të vizituara të Berlinit. Vazhdoni të qëndrojmë me ne, sepse tashmë do shkojmë tek restoranti shqiptar dhe do shohim se çfarë do na përgatis sot, por gjithashtu do e kemi intervistën me pronarin e restorantit. Qëndroni me ne deri në fund të emisionit Pasion e Profesion. E shikues dashur, ky udhëtimi jonë në për Berlin, po vazhdojmë me restorantin Novo Mario. Këtu bashkë me mua është edhe menaxheri i restorantit, Hysen Rekaliu. Hysen, faleminderit shumë që na priti këtu. Hyseni pra është një djalë i ri në moshë, por që është menaxher i këtij restoranti kaq fantastik. Por Hyseni do na tregojë edhe më shumë rreth këtij biznesi familjar, më quajt kështu. Hysen na tregon se si vendoset me hap këtë restorant së pari. Kjo restoran është që një 16 vite dhe këtu e nach orë gjithë, me thonë me hangër vok, me pi diçka, me familje gjithë në orë që do. Edhe këna vendosë me bli. Okej, do të thëtë para 2 viteve keni vendosë që familja ju e me marë këtë restorant, dhe a ka pas ndryshimet restorantit, apo si që ka qenë nuk keni dash me bo ndryshimet tjera heqë? Nashta najset vogël, se ke qenet njëtë jam që 16 vjetë. Okej, po menuja e restaurantit? Menuja ka ndryshu ato këto në herë. Qysh e keni bo përcjetën e menys? Edhe qysh mundoheni me ju përshtatit ndoshta klientave që vinë, sepse besoj që ka klienta edhe prej atëherë, prej fillimit të restaurantit, prej para 16 vjetëve. Janë të që vinë halo, që 16 vjetë, kena, do me thonë, na punojna edhe me turista, edhe me gestet tonë. Po, me misafir t'ju. Po, me misafir tonë, që na vinë gjithë. Edhe menyn e zgjidhëm me komplet stafin. Do me thonë, ullëm tonë bashkë, edhe vetëm qa mujna me po ma mirë, qa mujna me ndryshu, qa me hikë për kartës, kena gjithë me të komplet stafin. Po bazoni besoj edhe në shihet klientëve. Po edhe në shihet klientëve, normal. Dhe po besoj që restoranti nuk kanë, ata misafir që vinë edhe prej para 16 vjetëve nuk ndryshojnë restorantin sepse keni mbajtur edhe kualitetin siç ka qenë. Kualiteti edhe më i mirë. Edhe më i mirë po. Hysen, tregova pak më herët që është biznes familjar, po çush vendoset ti me marr pjesë në këtë biznes familjar dhe më bën menaxher i restorantit? Unë kam vendosur, domethënë, kam qef shumë më mirë me klient, me njerëz të ndryshëm, që në restoran gjithë e ki na ikon që vjen tjetër, ki muhabete tjerë, domethënë ki edhe njerëz shumë, domethënë restorani jonë vinë shumë njerëz ndryshëm, vinë këngëtar, vinë politikan, vinë sidomos çfarë duhen njës i kena ato. Po i kemi pa edhe disa fytyra të njohura, cilat shikuesit mundeni me i pa edhe në pamje që janë të vendosura disa fotografi, po disa prej tyre njerëz të famshëm që kanë qenë kështu të famshëm botëror të flasim, që kanë qenë edhe mishteri klient të këtij restoranti. Po besoj që babi nuk ta ka prish për kur gjohë. Jo. Po si një djalë i ri 18 vjeçar, cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha kur edhe ki fillu me u marrë me menaxhimin e restorantit? Do me thonë, fillimi e gjithë i shtirë. Disa ti mësojsh, do me thonë, komplet senet. Do me thonë, këtu gjithë të pije mi mësu, mi përësi qëto herë, më merë me punëtor, gjithë
me ka një level, me thonë, kur mos me ka njani maj nalë që tjetëri, po gjithë tonë njëjtë. Tonë ka me thonë diçka, tonë gjithë bashkë me vendosë. Me jap ka një mendim Po. secili. Edhe ta në fund me zgjidh mendimin se bashkë. Po. Hysen, pa na tregon pak se cila është pjata më e famshme kështu e restorantit. Që nëse vjen dikush nga Kosova, nga Shqipëria, të cilët edhe po na ndjekin në emisionin Pasion e Profesion, marrë dhe me porosit atë pjatë. Për start, e kena, domethënë kena thëm 3 këshilla start. Për start e kena gjithë miksin e Novo Marios. Okej. Kena miksin e Novo Marios dhe kena kitë paragjellat fillim. Atu çdo klient na i lyp që atu. Taj për zdyt, ose një pasta e kena, domethënë, black pasta. Black pasta, shitet e na, domethënë, çdo ditë. Edhe për të mishnat, është file, domethënë, lamb steak. Është edhe një në që porositet e na. E të peshri, po ta thëmë anglisht, soul është. Okej. Që ato e kena, domethënë, soul e kena specialitet Novo Marios mas shumë ti. Okej. Po shohim edhe shumë pije të ndryshme. Po cila është pija më e shitur? Pija më e kërkume. Me e kërkume e kena shampanjen, domethënë rujnart. Okej. E shisim kanë gjithë shpesh. Okej. Po qysh mundoheni me i knaq krejt klientët? Se çdo klient që vjen këtu me mundohet i knaqur. Cila është ndoshta ai sekreti i Novo Mario? Na përshtatëm me klient. E shumë direkt në fillim, kur na hente dera e këshyëm njerë. A është një që mund me bo hajgare me to, ose që du të me nejtë serios me to. Kena gjithë... Qysh e vreni? Mas një kuhë në restoran e shë vetë. Okej, e nëse kësha ardhë unë për herë të parë, shambull. Me ty shumë me hajgare, edhe? Okej. Të kishtu, po muhabet, jo serios, edhe? Se kena do që dojnë me hajgare, tjerë dojnë hajgare, mos me full me taj, me dojnë serios, Veç për shërbimin edhe me qenë ma qejtë. Hysen, a na tregon cilat janë planet e Novo Mario? A doni me hapë edhe dikun tjetër? Apo është edhe herët me folë këtë pjesë? Herët me folë, halo. Po planet e Hysenit vetë? E Hysenit është mi morë këtë restoranët. Okej. Pra një gjallë shumë i ri, po me ambicjet ndaja. Hysen, do me thonë, mendojnë ta vazhdosh këtë punën? Shpresoj që... Besoj që kemi adojnë. Hysen, faleminderit shumë që na keni prit këto, edhe shumë suksesi juve. Shumë faleminderit.